Ne jemi për një Maqedoni të bashkuar dhe për antarësim në NATO dhe BE, deklaroi kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov në takimin e sotëm me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Bullgaria vitin që vjen do të ketë kryesimin e NATO-s, ndërsa Borisov dhe Zaevi paralajmëruan për një etapë të re në marrëdhëniet mes Maqedonisë dhe Bullgarisë edhe përmes nismave të përbashkëta, si emërtimi i rrugëve në Shkup dhe Sofia sipas Zheljo Zhelevit dhe Boris Trajkovskit dhe vizitës së përbashkët të përmendores të Car Samoilit. Ndërpriten punimet në autostradat Miladinovc-Shtip dhe Kërçov-Ohor. Shkaqet për ndërprerjen janë çështjet e pazgjidhura sa i përket pronësisë së tokës, ndërsa sa i përket autostradës Kërçov-Ohor ka edhe devijim nga plani i rrugës. Eurokomisionari për zgjerim dhe politikë qendrore Johannes Hahn të hënën vjen në Shkup, ku gjatë mbledhjes së qeverisë do i prezantojnë prioritetet e reformave, njofton zëvendës kryeministri për eurointegrime Bujar Osmani. Ditën e martë në konferencën e Asham vjen edhe Reinhard Priebe, eksperti i cili e përgatiti udhërrëfyesin për reformat emergjente në vitin 2015, e nga i cili buroi edhe marrëveshja e Përzhinës. Sot është dita botërore e refugjatëve. Kombet e Bashkuara informuan se deri në fund të këtij viti 65 prej 6 milion njerëz kanë qenë të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre.